Jeni. Në mali në zi. Kanë kuptimin e koordinimit. Dhe si e kjo është në të për e shikua edhe në timin e zhjeve të zhjeve për statin vogël. Zhjeve të shkaktojnë me implantin në rrisë. Përshëndetje, s'keni. Inxinjeri kjo. Po inxinjer, hajde më inxinjer, hajde. Respekte. 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 Inxinjer. Jeni, mirë fjallë. Si duket jeni? Mirë. Kemë filluar punimet në nëntor, është rruga që lidh Shirokën me fshatin Zogaj, me doganën e malit Zi. Rruga është 6.5 km e gjatë, 4.5 km e parë janë zgjerimi i rrugës ekzistuese, që është buzë liqenit, kurse më tej në fshatin Zogaj kalon me bypass. Punimet si që tash kanë filluar në nëntor të vitit kaluar dhe do përfundojmë brenda një viti. Dhe me thënë, Rruga ka dhe korsi bicikletash në pjesën e liqenit. Kjo shkëndoi te pika kufitare kryeministit këtu, ku bën edhe lidhje me pjesën e Malit Zi, që është shumë interesante, hape e gjithë dhe me thënë në fondit. këti viti, Përfundon. fundon. Shumë mirë. Si fillim ne kemi punuar me zgjerimin e rrugës ekzistuese dhe me pjesën e bypassit, me të përfunduar kërmimet do vazhdojmë edhe me strukturët. Perfekt. Kjo që do në zbërshme dhe kjo dhe hapin një tjetër loj këtu në gjithë të zonë, në perspektiv tjetër komplet. Krijon krejt lidhjen edhe oferta turistike pastaj bëhet bashkë me Malit Zi te pjesa e krajës që lidhet. Plus nga ana teknike rruga është e bërë gati 10 metra shkon e gjerë, edhe dy korsitë e rrugës, edhe pjesa e rrugës bicikletave, lidhje me bicikleta, është investim shumë i kompletuar besoj. Edhe shumë i mirëpritur për zonën. Shumë i mirëpritur. Bukur shumë. Shumë bukur. Kjo është fantastike. Po, shëngjime di poja, si po shkom po baro? Qujve shgati. Baro. Punimet e funksionalistike dhe kontinu guardere dhe ndërqimit të Mos bërë lidhja pasër plotë gjitha, spektakër gjitha. Në 15 këtyre është